Mi mbrëma të ndëruar shikues nga studio televizionit Syri këtu në Zvicër. Sot në emisionin rasti kam kënaqësinë ta kem pranë me këtu këngëtarin e mirë Bekim Ibrahimi, i cili do të promovoj këngën e radhës Jam njeri pa njeri. Me një titull interesant. Bekim, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta, shumë faleminderit, kënaqësi që t'jam prapë në TV Syri, ju uroj shumë suksese juve si moderator dhe emisionet gjithashtu dhe televizionin me stafin e vet, shumë suksese Syri TV në Zvicër. Bekim, ju apo më thonë ti, sepse Ti, një po, tash. Po, është 30 herë ndoshta këtu që jem. Po, je aktiv edhe në rrjetet sociale, je aktiv edhe në për studio televizive, kudo që janë shqiptare. Po. Po të na je një farë musafir. Sukur shtëpi, sukur me qenë shtëpi teme. Po, së këngë i bane, vëllai deri tash. Deri tani domthonë mi nda në dy pjesë i kum do këngët e mia, karrierën time domthonë këngët para luftës, janë 24 këngë, domthonë luftës Kosovës po flasim, edhe tani nga 2020 deri sot kjo është kënga 35. A pjulanan edhe këtyre këngëtarëve të tjerë me bërë këngë? Po tjetër ato mund me promovu çdo ditë këngë. Radhë ka sa dush. Pse ata s'po promovojnë kaq shumë? Por ata duhet mi pyet atë të tjerët. Do të promovojnë edhe të tjerë. Unë kam domosdoshmë kënga e radhës, sa kjo kënga 35. Apo na tregon pak për këtë se spotin e kam shikuar me vëmendje, por edhe tekstin. Apo na tregon pak me shkëmbëzimin, historinë, qonat nga kjo. Pse bash? Jam njeri pa njeri, ja? Titullin Jam njeri pa njeri, shumë titull interesant. Është titulli dhe kënga dhe tematika shumë interesante. Është një këngë, pra domethënë ku inspirove ti me inspirimi është nga dy raste. Një rast ka ndodhur në Kosovë, edhe një rast ka ndodhur në Zvicër. Domethënë, e kum përmendur me ndjume tjera, po e flas për publikun e juve, domethënë të Syrit dhe gjithë publikun. Është një rast në Kosovë që domethënë ka prek shumë në ato momente kur para ca muajve domethënë në Kosovë dashta me bo një lloj kurban që thëmë për familje, po se arrita do të përshkakohës edhe thashaj se atë shumë parve doja shpërndaj njerëz dhe rrugëve që janë lemosh atë në lypsave, që janë në për Kosovën Prishtinë, edhe ju dhash cave, edhe te njonit Dragodan e këm përmen, edhe kam bo shumë njerëzit pyetje pse në Dragodan, pse e furë, po ashtë atje te ambasada Zvicrës bërë për balë, se nuk ja kom vënu mendin në emrit ase furës, ndoshta, edhe ka qenë rasti që ajo punëtorja ka reagu në atë mënyrë, ndoshta stafi i furës mund me qenë komplet ndryshe, se nuk e di, unë nuk e njoh furën, po mund ka ndodhur ky rast real, edhe gjithmonë i them gjanat reale. Edhe rrugës, duke ecë me makinë, e pash një njeri i pa krejor, i pa lam, domethënë njeri i rrugëve. Edhe thash, edhe hante bukaj. Aty në trotuar edhe hante buk. Thash, e hapa dritarën ndalë në rruga. Thash, fal, a ka mundësi me të dhonë dhe tera? Tha, nuk du pare, du buk. Thash, po ti buk? Po han. Thash, që fura bleje? Tha, jo, tha, edhe me pare s'po më shesin. Thash, po a? Tha, që ki mundësi? Tha, hin blema. Tha, 2 boreka dhe një lloj buke, diçka. Dhe njerëz dashta më nalë, me thonë drejtë, thash se unë po jap se se blem, po kur më dhe me pare s'po më shesin, thash, po hajtë se ndoshta dhe ka mundësi, o futa në furë, mirë ditë, thash, i du 2 boreka dhe një bukë. Thamë se ki për atë, djali jashtë atë lypse, thash po, jo, tha, nuk qesmi. Thash, pse? Tha, vallaj, tha, po vjen kesh, po tha, tanë ditë njerëzit i kanë ble, tha, dhe i kanë qu, tha, dhe nasimi të di çka ashtu bua njeri me ato bukë, me ato borek. Thash, ndëgja. Për atë njerit pika parë, thash, nuk blenë asë njeri, nuk ashtu bu në lloj biznesi se njerëzit po i blenë ati edhe po jashet dikujnë, se në atë gjendje se ishte ashtu, domethënë nuk blenë, edhe nuk ashtë ajo formë që domethënë praktikohet ashtu, thash po, ti shet, thash se unë me pare edhe më konë që ashtë t'interesum ju që domethënë ju preka i ras shumë, i theni këto institucionet do një shoqato, ato që janë përgjes domethënë Kosovë edhe e alarmoni, thoni shifni një këto rrugë, ndoshta po i bezdis njerëzit, ndoshta ka nevojë, edhe thash këtë gjë bëne e jo me thonë si jam, thash se nëse ai ju kërkon çdo ditë, çdo orë pa parë, ndoshta edhe vjen një moment që njeriu dhe lodhet në atë kuptimin, tara janë punëtore, kupton. Dhe domethënë më preke e rafsi kur kilipsim tha nuk du parë, tha du buk. Tha dhe me parë nuk po më shesin.
Do më vërtetu, edhe do më nga postimet e mëhershme që bën televizionet tjera, kanë reagu njerëzve, shumë njerëz kanë tregu që po e njoh me këtë Lipsin, do më thonë, mu më ka thonë këtë Lipsi që i thash, a ki edhe tjerë familjar që të blej ma shumë bukë. Tha i kumë pas, kuj ki, tha mi kam vranë lufta. Tash, unë, Lipsi nuk, unë e njoh si fizionomi, do më thonë, po nuk e kam të vërtetume se a e kam vra atin lufta, se e kam vra. A jeton e rruga, ka vesh probleme psiqike, po si do qoftë, është një njeri pas një njeri, është pa buke, është pa shpi. Dhe këtu e fillova dhe kongën, jam njeri pa njeri, jam pa buke, jam pa shpi. Dhe mund s'ka asë një gjoj. Tani, cili probleme ka, e ka, fundja është njeri si gjithna. Si gjithna, dhe mund është një njeri që, pak të du të më kujdes dikush. Po, populli si popull, fundja nuk mund më kujdes për gjithë problemet që janë për rrugë. Janë qeveritarët, janë institucionet, dhe më thonë, janë organizatat për mirë se gjërat, që mos i kapi memna me gjërat, po, ato janë përgjes për atë punë që dhe më thonë, mos i lanë rrugëve njerëzit, mos i lanë pastre, mos i lanë pa buk dhe pa shpi. Dhe më thonë, nga këj moment, unë thash, do e bëj një kongë, edhe pse është me shumë dhimbje, dhe më thonë, thash, do e bëj se shifet që ka njeri pa njeri. Po, mos harrojnë se njeriu dhe mrenda 1 milion njerëz e mund me një vetën të vetmuar edhe me qenë njeri pa njeri. Ju vetëm kur je vetë, po dhe shembull edhe me një grumbull njerëzish, ka në moment njeriu nga emocionet, nga faktorë ndryshëm, shembull, edhe ndin vetën je njeri pa njeri. Si me mund të zhjime atë njerën lëmush, njeri pa njeri, si quhen ju? Po, shife, tani konga nuk është vetëm për ata, është i prek edhe jetimet, edhe strehimore, do më thonë gjithë kategori po. Me kitë rasi nuk e di, unë do më thonë në atë moment unë e kumë pa edhe një herë tjetër, do më thonë, kur kumë kalu rrugës Dragodonit, besa, kur i kumë të regu dhe ca njerëzë, po, tha e njof me tha këtë personin, tha e njof, ka ishte me mjekër, një njëri madhë, e kështë e hupë edhe mente, sa i vrejë, do më thonë, se njeri u fundja shifë edhe unë e vinë nga ona medicinës, do më thonë, për ata që se din janë gati se doktor me thonë, po e kumë lona unë është ata, dhe më thonë njeriu nga stresi i madhë edhe konsumon ushqim shumë, dhe më thonë e konsumon ushqimin shumë, se njeriu psiqikësh kur lodhet shumë, dhe më thonë kur ka presion, dhe më thonë hanë shumë. Dhe shta ju ka rasti me një ose me po, njeriu nga stresi janë shumë, edhe ai hante shumë, dhe më thonë se Nuk ka pas që ka hedhe, apo diçka tjetër? Jo. Unë që do 5 minuta, po thomë, se fundja ndale mes rrugës, mi adhon nga drejtarja shpejt, pa i nuk i mjur, tha, blejmë bukë. Edhe më ndale në parking furës, ja blejta, jo shqitja, nuk reagoj mirë, po një 2 herë i thash në dëgjonë të blej këtë furë, nuk ka problemi atë. Kështu që nuk e di unë herav tjera, njerëzit tjerë që ju ka thonë, njerëzit tjerë mund vetë me deklaru ato. Unë nuk e kumë po shqicin, unë nuk mund me dokumentu, a ja kanë mytë familjen lufta, se ja kanë mytë, a ka vetëm probleme psiqike. Pavarësisht çfarë probleme ka, a njeri ishte në rrugë. Këtu është, dhe më dhënë, gjitha... Po, dhe më dhënë, edhe ajo më preke dhe thash dhe bëj edhe, po e thëmë kështu që ndoshtë edhe letjes të konga e fundit me dhimbje që të promovoj ose të realizoj kongë që mos ka me dhimbje kongë, po të kemi me pozitivitet, me dashni, edhe me patriotizëm. Po jo me dhimbje. Po, cila pjesë të tekstit ka prek më shumë ti në gjatë së këngës, a e din? A mundesh me gëndu një refren ose diçka? Po, me gëndu se sa është problema e punë, po. Një pjesë që këna më shumë, për shkak se na... Po, për shkak publikut, dhe këndojmë kështu me tonalitet tëllë, dhe më thonë, sa është problem. Jam njeri, pa njeri, jam pa buke, jam pa shpi. Kështu dhe më thonë, është fillimi kongës që fillon konga, dhe më thonë, edhe është komplet, dhe më thonë, konga, teksti, është kjo. Edhe shikuesit tonë në televizionin syri se këngën tënde mund të dëgjojnë edhe në YouTube, televizionin syri, edhe shumë platforma tjera, televizionet tjera, po. Për shkak se Facebook dhe YouTube nuk na lejon me transmetu tash drejt, po ka mundësi me ndëgjue në YouTube, po dhe në televizionin syri pas emisionit. Patjetër. Dhe më thonë, kjo është ajo që dhe më thonë preki mas shumëti që se fundja shife, tani se sa lypsar ka, tash letë mirët ato që janë përgjest për atë punë. A kuptot se fundja vunda, ne që shkojmë nga jashtë, se më kanë bërë dhe këtë pyetje, dhe më thonë, tha, ti si mërgjimtar, tha, ti e vrejti, ne nuk e kemi vrejti. Jo, thash, në këtë proces nuk ka të bëj a je mërgjimtar, a je vendore, qka je. S'ka të bëj me ata, ka të bëj se murë më ka rastis ajo. Po do shta,
në përditshmërinë, nëse njeriu e shef çdo ditë dikur është edhe imun, sikur duket normale, pse s'është normale fenomena, kupton. Do të thotë tek ne që jemi jashtë na bën më shumë sy, si thënë një fjalë, se domethënë këtu në Zvicër ku jemi. Po kthehemi pak te këngët, se ishte edhe spot interesant, domethënë videoklipin që bën në Kosovë. Videoklipi është i dy fëmijë, duket. Po, me fëmijë. Edhe ishte Është në Gjilan, domethënë i bëm klipi nga ona e bashkëpunëtorëve, që mos të ngelmi domethënë bashkëpunëtorët, po para se mi falenderoj bashkëpunëtorët, dhe falenderoj publikun, domethënë këto që na përkrojnë, këto që mbështesin tankon, këto që domethënë më japin emocione me mesazhet e tyre, me komentet e tyre, domethënë në forma ndryshme, rrjetet ndryshme sociale, që do t'i falenderoj shumë, që ju qëndroni pranë meje. Edhe domethënë unë vazhdoj të punoj domethënë me ato mundësitë e mia dhe me kapacitetin tim. Nga bashkëpunëtorët domethënë tekstin e kam bërë vet, kompozimin e kam bërë gjithashtu vet, kurse orkestrimin e masterizimin e ka bërë Edmond Rapi në Elbasan, që ja falenderoj shumë Edmondin, ka bërë një punë shumë të mirë. Kurse për video është Art Fabe nga Gjilani, figurantët janë ai djali dhe vajza. Nuk na ka paguar në reklamën. Jo, po janë bashkëpunëtorë. Nuk është reklam, po janë bashkëpunëtorë. Po, se nuk bëjmë reklam, domethënë t'i falenderoj shumë ato figurantët që janë ato dy djalin dhe atë vajzën. Domethënë edhe keni prek shumë tema në këngë tua. Keni prek luftës, të jetimit, e shumë tjera, edhe trojë shqiptare. Po për Luginën a ke në plan të bësh një? Po Lugina nuk është jashtë trojëve shqiptare. Edhe pse aktualisht është me kufi artificial, për them, po Lugina është pjesë e Shqipërisë. Po ka me diqysh si keq, ona, shumë Lugina, shembull, ona Gjilonit, ne jemi të lidhur me Luginën, se një pjesë e madhe, e onës Gjilonit janë të ardhur nga Lugina e Malësisë, Sana Marovës, e Preshevës, e këto gjëra, ne jemi të lidhur, domethënë, me familje, me gjëra, po edhe mos me qenë të lidhur, nuk ka të bëjë kjo vetëm se jemi të lidhur, tani të flasme vetëm nga ona emocionale, po fundja çdo shqiptar kudo që është pjesë e shqiptarisë, është pjesë e Shqipërisë natyrale. Jo e kësaj Shqipërie me këto kufit aktual që është, po flasmi Shqipërisë natyrale. E domethënë Lugina, po tani shefe, për Lugin, ma shumë se trimëria ati nuk funksionon, nuk ka vend tjetër gjë që të këndohet përveç trimërisë për Lugin, në të kuptimin janë rrethonat ashtu domethënë. Se është domethënë tani Lugina është sikur e lënë anash, e lënë jashtë dorës, po e them kështu. Për fat keq. Domethënë marrë edhe rolin e politikanit, po është një realitet. Ke shumë këngë, domethënë që përmend edhe ju vet, po ke në plan, po duken sikur mi pasit përgatiten të vetëm kur publikoj, ja. Po shife, tani njeriu në mënyrë sistematike punoj, domethënë. Tani ndonjëherë vjen një moment që domethënë njeriu i vjen një ide, tani po e marr shkak thua ti. Gjitha me mesazhe, në mënyrë. Unë sa kam mi vret me ndëgjuj. Këngët e mia. Po. E ka një mesazh, ka një inspirim. Tjetër që do të më pas një mesazh, se nëse një këngë nuk e ka një mesazh, ai nuk është këngë. Nëse një muzikë nuk e ka një mesazh, pavarësisht nëse je këtu për dashuri, për patriotizëm e gjëra, unë të paktën na mundohemi që çdo këngë ta ketë mesazhin, çdo këngë të preke gjithë shqiptarët ku do janë, që nuk janë këngët e mia për vetëm një krahin, edhe nëse i këndohet, po e marr shembull Jam Dardan, po këta ndoshta më shumë e kanë përkryer më shumë nga jashtrojë shqiptare, po them klikimet edhe komentet kanë qenë se sa e kanë di veten më Dardan se ne Dardanët që jemi brenda Kosovës. Doktor se nuk e besoj ato. Po, tani ja beson ose beson është çështje tjetër, po unë po flas nga audienca ime, unë po flas gjithmonë nga këndi jem, që unë e shoh, edhe unë e kam publikun tema audiencën time, edhe domethënë ka qenë fuqishme, domethënë ka qenë fuqishme, Jam Dardan, edhe gjithë më ka thonë o Dardan, o Bekim Dardani, po dhe ne jemi Dardan, nuk je vetëm ti. E kupton? Po edhe ona tjetër mos harroj, nëse jemi në këtë pikë tani që e preke shumë mirë, është edhe kënga Shqipëri më i bukur emër, po domethënë edhe kosovarët kanë thonë po edhe ne jemi Shqipëri, që domethënë mos harrojnë asaj, ne gjithmonë e mbrojmë tjetrin, edhe jemi për tjetrin. Cila është kënga më e njohur që ke bërë ti deri tani? Që ke pas më shumë të sukses. Tash shtrohet pyetja në cilin aspekt e bën pyetjen ti. Mund njeriu me pa këngën më të njohur në shumë aspekte. Shembull, tani po e marr shembull për klikime, shefe, unë me klikime nuk mirëm shumë, domethënë se unë i kam klikime të bio, unë jam me ato klikime, domethënë nuk mirë me ato gjëra, domethënë,
Por ata ta bëra pyetjen se në cilin aspekt më bë pyetje tash, nga ona emocionale, nga ona patriotike, nga ona derës kulturore. Bekim. Thuj. Ku në fundit, kështu të këshyrë emocionet dhe zjaj, për këshyrën klikimet, vëlla. Çdo televizion, çdo medium, çdo rrjet social, çdo këngëtar, vetëm me klikimin po merren. Po më intereson as kualiteti, as mënyra se çka bojnë, vetëm kryesore. Diu ato gjëra. Po vëllai, në familje. Edhe mua mi kanë ofruar, mi ofroj sikur të tjerëve, unë nuk mirë me ato. Unë mirë me këngën, unë mirë me artin, u këngët e mia domethënë e kam përmend shumë herë, këngën e bëj për çef, është për mua që unë të bëj një këngë, të bëj të pastër shqiptare, edhe domethënë gjithmonë e jap nga emocionet e mia, nga këndi jam, edhe shqyqyr që unë domethënë nuk jam presion të parës që u të bëj diçka përpara dalë jashtë konceptit tem. Sfida më e madhe në karrierën tonë që ke pas deri më tani. Si e mendon sfidë? Tash ka shumë forma për këngë tek i fjalën vetëm për këngë, vetëm për muzikë. Për muzika kemi menduar ndonjëherë që u shumë vështirë, do të më lanë, si të mujt më punë angazhime. Apo edhe probleme me... Normal ki komunikim me shumë njerëzit, ki me tekshrues, me kompozitor, me klipet, si koni knaqë në të njerë, ki qenë mos pajtimit edhe këtë. Njeriu gjithmonë kur bën vetë diçka, jemi sikur e puna e gruas në kuzhinë. Gjithmonë e bën bukën në fund, sa në heq se kur tjerët e servon, edhe hanë tjerët, thot sa mire ke bo. Atëherë ajo, thot, po mire pas na bo. Edhe ne që krijojmë, do më thonë, e krijojmë nga zero fillojmë, nga tekste e gjëra tjera, edhe në fund e realizojmë një këngë, ne e dim çka kemi dashur. Ne kemi dhënë maksimumin, po fundja e jep vlerësimin publiku. Atëherë kur vin komentet, kur vin gjëra që më sigurt edhe tani po e marr shembull, jemi te kjo këngë jam njeri pa njeri, domethënë se do flasim edhe pak edhe për video se e preka temë, po jam te kënga te ndonjë koment e ka bën një domethënë nga mike e Facebookut një koment, po as e ka prek ajo, sa më thon drejtën ku e kam lexuar 3-4 herë, thash wow, thash çfarë komenti të bukur, se si e ka prek ajo. Ishte mjeke me profesion ajo, e përshëndes shumë, i përshëndes gjithë tjerët që kanë bërë komente, edhe me 2 fjalë, edhe me shumë fjalë, secili jem nga vetja vet. Po domthon komentet janë pafund se jam shumë rrjete sociale, shumë mediume, dhe domthon janë vlerësime shumë të mëdha, domthon edhe njerëzit i ka prek kënga, i ka prek gjesti, i ka prek emocioni. Shembull, është kjo këngë që ka dhimbje, a kupton? Po edhe pse ka dhimbje, unë mundohem pak më pozitiv se sa ka nga tjemë, se njeriu është i lodhur, njeriu sot... Po flet për këtë këngë shumë me emocione, dhe më pe... Po më ka preka e kënga, ka prek. A është kjo kënga juaj me mira deri tani? Për zhondrën e vetë është mirë kënga. Dhe më si këngë ndodhë në zhondrët veta. Pasandej janë tematika, pasandej është... A i këndohet, për e ma shemë një legendës, a i këndohet, kujt i këndohet, a i këndohet dashurisë. Juaj, ose kënga jote, më thonë, në jetën personale? Kënga jeme, nga krijimi jem, cilë është me preferumë, ose ma... Jo, po mendoj, a reflekton nga kënga, ka diçka të bëjmë me jetën personale? Me jetën personale, jo, këngët e mija sheme. Këngë patriotike janë të lidhura me emocionet, çdo këngë është lidhur me emocionin tem, është e qartë. Po shembull këngët e dashurisë nuk kanë bëjmë diçka personal me mua, se i kam këndu ndarjes dashurisë, i kam këndu është ëmbël dashurie, kjo dashuria e parë, ato tani nuk janë gjërat e lidhura personalisht me mua. Po këngë patriotike, shembull, nuk janë personalisht, po patriotizmin e kemi në gjak. Po të flas deri më tani, si reagoni në komentet negative që merrni? Ka pozitive, ka negative. Patjetër. Shife, nëse dikush e bën një koment shembull kritikues, është i mirë se ardhër. Unë nuk reagoj negativisht nëse dikush e kritikon këngën teme, po me argument. Me argument. Se tani bashkë për këtë lipsarin, që e këmë të regu rastin, ka një 3-4 komente që i kanë thonë, ndoshta sa është e vërtet këtë djali që ja për të regojmë, pëse se të regojnë emrin lipsarit. Po ku mi ja të reguën emrin, kur nuk ja di emrin. Si të regoj për ata, kur në ndolë në rrugë, do është mi adhonë pare, nuk i mburë dhe futa në furë. Ka që njof, ka që di. Ose pëse se ka të regu emnin e furës e kështë gjëra, po fundja, e thash dragodën se nuk janë një fura. Shifne, pytë dhe tjerë njës, ku ka në të lipsori, e gjeni vetë. Dhe më thonë, ka pas dhe një... Në pas reagime? Jo, unë nuk kom reagu nga ato, shife, unë nuk kom reagu nga këto gjëra, ato njerëzit që thonë, ndoshta nuk është e vërtet, se fundja, ka edhe shumë njerë shemëll që edhe nuk i din kush jam unë,
Se dësha... A mendoni se publiku do ta kuptojë mesazhin që keni në këtë këngë? Po publika e ka kuptu mesazhin. Qysh nga titulli do më thonë jam njeri pa njeri, do më thonë edhe më kam bo dhe komentin ka thonë, ua Bekim, po ti je me njerëz shumë, thash, po jam me njerëz dhe jam, po nuk ka të bëj me jetën teme personale kjo. Po do më thonë, ma kam bo dhe me ato shenjat ha e kështu, do më thonë, edhe bukur, do më thonë, mesazhet janë shumë të mira, do më thonë, edhe pse janë me dhimbje, ka nga me dhimbje, edhe pse janë, do më thonë, për jetimet, për strehimor, për gjithë njerëzit, do më thonë, që janë pa buke, pa shtëpi, pa njerëz, që janë të vetmuar, do më thonë, që janë jashtë shoqërisë që i kanë lënë. Rrethona shumë komplet ndryshe se sa na tjerët që jemi, do më thonë. Fundja fundi jemi njerëz gjithë njëjtë. Ai ka fatin më ndryshe, unë e kam fatin më ndryshe. Nëse më lejo të klipin qëse do është ata me prek të klipi shefe, tani regjit e këngëve i bëjt gjitha unë, do më thonë, edhe skenaret, ndihmon edhe kamermani kuptohet, edhe tani të regjia, edhe këtë këngë do më thonë e ku mendu kohë gjatë, se si ta paraqes. Si ta paraqes. Ndoshta kum pas ide tjera dalë komplet ndryshe, jo unë me pamje, po do më thonë në skenat ndryshme, do më thonë, po fundja thash, do e bëj në dy skena, njërën do e bëj, që e bënë më të në do më thonë taj gurthrycat në gjilan, edhe dhezëm një zjarë, edhe ati i vetmuar me zjarëmin, ka që ishte, edhe me ato fëmijët, se fëmijët të regojnë shumë, do më thonë. Artista ato, dy vajzat djemët janë, i falimdroj shumë edhe familjen e tyrve, do më thonë, edhe, po, e kanë lutë rolin, sa e fëmiju e vajza më duket një 2-3 vjetë, ashtë ajo, shumë e vogël ashtë ajo. E do më thonë, po, mas interesante gjatë gjirimeve ka qenë se ndoshta është mirë, dhe për publikun me do gjëra, do më thonë, gjatë gjirimeve mi përmend, ishte se ajo buka me sheqer. Po, me thonë drejtën bukë me sheqer, çdo njeri në këtë botë ka hangër një herë, kur ka qenë i vogël. Shqiptarët. Në kokë shqiptare ku më bo. Po dhe tjerë thonë sheqer, po nejse, edhe do më thonë, unë e ku marë se buka me sheqer të regon shumë ajo, të regon se aq kemi po, edhe me ata jetojmë. Edhe mas interesante ishte ajo se ati djalit, dhe më dhënë, thamë, shife, Bekimi këndon, po ju, luni, hanë buk me sheqer. Edhe ai filloi hangë buk me sheqer, hante. Po na kemi bërë domethënë 2-3 orë gjinime, edhe hante edhe një kulaç, si thonë, hangë një buk, edhe gati e konsumun. E i thamë na, ha pak më ka dalë, ju mërë tha, po vjen më shishëm, tha, po vjen një, tha. I thash, haje bresi ti të knaqe, ai vajza, me një skenash, ma kapi nga dora, sa, tu e këndu edhe ma kapi ata, tha, jemi ashtu, në bof mirë. Edhe... Këtu rase që ndodhen të gjirimi, po janë tëmbla, si kur sheqeri që është i hambën. Edhe mos harrose, edhe mas klipit edhe në hangër në buk me sheqer. Se ka i pom të ankon ato që i hangër në buk. Vallaj, edhe më të fortën e ka bëj djali, i tha familjari, tha që si sheqeri, tha, me na ble, tha se ko ka jam lej mirë. Tha, po për shpi se pronëm. Se në shpi dhe më nuk kanë hangër për natyrë dhe më hangër. Tash, mas jemi në diaspor, a ka ndikuar muzika jote në diasporë? Po, besoj që kanë ndiku, dhe më thonë, kam kontakte me njerëzit në forma ndryshme, edhe dhe më thonë, është një përkraje fuqishme nga diaspora, nga njerëzit, pëthoj, bravo, Bekim, po me kitë kongën, me atë kongën, me këta, sidomos na jemi të lidhër me patriotizme, se na me që jetojmë jashtë Kosovës, jesë trojve shqiptarve, edhe dhe më thonë, onë emocionale, dhe më thonë, për... A të gratë rinë që merën në muzikë që jetojnë dhe projnë në Zvicër, apo në diasporë, apo... Ki ndo një bashkëpunim? Bashkëpunim nuk kam unë me këto tri. Këto tri janë domethënë janë shëfe, nuk përjashtohet asnjë gjë, pse jo nëse vjen një bashkëpunim që domethënë është i mirë për artin. Që merren me muzikë. Po patjetër që ka tri dhe unë dhe i njoh edhe personal që këndojnë, po aty janë domethënë zhanër komplet ndryshe me mua. Po në tarmën do t'jese diçka në drejtimin e zhanëve trive, këngë të ashme, domethënë, e kam plan, domethënë, sistemim jemi, domethënë, në punim të asaj këngë, që do t'jese pak frymë, akoma ma moderne se këto që i kom bënë, domethënë, shobi se, po. Pasim i vanur, nuk kemi edhe shumë kohë tash. Po mirë. Që me na thonë diçka për fund, ose ndo një porosi për publikun, apo diçka të re që presim, apo... Po, tani shifin, unë do të punoj, po nuk jam gata, nuk... Po, kur të kam gata, diçka, do t'i kontaktoj, ju lajmëroj edhe publikojmë, unë edhe njëherë falimderit të vësyri, falimderit këtu jam si shpiteme, falimderit publiku, pra edhe njëherë publiku është ai që në mban gjallë, edhe të më thonë komentet të tyre, me thonë drejtën komentet
fuqishëm janë domthonë rritje maksimale, po edhe me vlera. Çdo koment është vlerë, se edhe një pikë më vu me një koment është një vlerë. Domthonë se ai ka marrë kohën edhe ka ndëgju këngën, ose ka lexuar diçka dhe ka bënë një koment, kështu që është falënderimi më i madh te publiku. Bekim, faleminderit shumë. Lutem, kënaqësi. Të nderuar shikues, faleminderit shumë. Ishëm me Bekim Ibrahimin, folëm për disa tema, po kryesisht për këngën e tij të re. Jam njeri pa njeri, ju preferoj ta ndëgjoni, ta shikoni, ta vlerësoni ju vetë, edhe mund edhe me komentu, edhe me të këshirëm reagimet e Bekimit se cilat janë në komentet pozitive dhe negative. Apo mundet me qëndruhe pa komentu, ose pa raportu, ose pa u shprej në rrjetet tjera sociale, në të që është goxha aktiv, edhe në për rrjetet sociale. Deri herën tjetër qëndrani me muzikën shqiptare, dëgjoni se edhe kënga është një që frymëzon, po edhe të ndihmon për mos mu asimilu dhe mos me harru gjuhën shqipe. Kemi mjaft histori, kënga është edhe histori. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe deri herën tjetër, mirupafshim.